Në këtë show televiziv, do me thënë që morëm ne pjesë, faktikisht ne mund të themi një fjalë se simbolizuam gruan e fortë, e cila mund të jetë e panvarur dhe mund të arrijë qëllimin që don. Faktikisht besoj që... Dhe pavarësisht moshës, dhe që asnjëherë nuk është vonë të ndjekësh pasionet dhe ëndrat e tua. Asnjëherë, përkundrazi aty ka zonja që të cilat janë mbi të 70-tat. Po. Ka zonja edhe më të reja, do me thonë të cilat janë kyç tani. Është një gërshetim, një miks shumë i bukur. Gërshetim shumë interesant dhe shpresoj që është një motivim për vajzat e reja, për gjeneratat e reja që të shohin se, do me thënë, këto zonja në atë mosh kanë vullnet për të mbajt traditën tonë shqiptare, do me thënë, për të vazhdu, për të kontribu, për të bukurën e cila sot e kësaj dite, do me thënë, neve në mban të gjallë nga ajo traditë që ne kemi si shqiptarë.